Fryrja, ëndja e këmbëve është treguesi i këtyre problemeve shëndetësore. Mos i neglizhoni. Ëndjet e këmbëve nuk duhet të neglizhohen pasi nuk kemi të bëjmë me një gjendje kalimtare, por është një reagim i trupit që tregon se mund të ketë probleme me qarkullimin e gjakut, me hormonet dhe veshkat, ose edhe me tiroiden dhe mëlçin. Zemra pompon gjakun kur jemi në aktivitet, muskujt e këmbëve veprojnë si pompë që gjaku të shkojë në zemër, por kur ne qëndrojmë gjatë pa lëvizur, rritet presioni në venat e këmbës dhe krijohen edema. Ky mund të jetë shkaku kryesor i fryrjes së tyre. Ndonjëherë, ëndja e këmbëve mund të paraqitet si një problem i cili kërkon edhe ndihmën dhe vëmendjen e duhur mjekësore. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Nëse jeni duke përjetuar ëndje të këmbëve, të kyçeve ose këmbë që vazhdimisht fryen dhe ushtroni presion mbi to, atëherë kjo gjë mund të kërkojë edhe një vëmendje më të madhe mjekësore pasi mund të jetë për shkak të shumë lëngjeve në inde. Kjo tregon edhe rrugën drejt çrregullimeve të veshkave dhe zhvillimin ose ekzemave ekzistuese te personi. Profesor Said, shefi i departamentit të neurologjisë në Universitetin Mjekësor King George, citon se rreth 30% e personave me veshka i drejtohen mjekut shumë më vonë, aq shumë sa alternativa më e mirë në dispozicion është dializa ose shkojnë më tej për transplant të veshkave. Pavarësisht kësaj, ne mund të zbulojmë sëmundjet e veshkave me 2 teste shumë të thjeshta. Profesori nefrologjisë Madhit Gutam thotë se shumë persona me presion të lartë dhe diabet kanë probleme me veshkat pasi presioni i lartë i gjakut mund të ngushtojë enët e gjakut, gjë që përfundimisht i dëmton dhe dobëson ato. Përveç kësaj, veshkat duhet të punojnë më shumë te personat diabetik për të filtruar sheqerin shtesë në gjak. Shenjat e para të mos funksionit të veshkave janë mbajtja e ujit që shkon në ëndje. Në momentin që vëreni këmbët dhe kyçet e fryra, duhet i kontrolloni ato për të përcaktuar shkakun. Kujdesi gjithëpërfshirës i enëve të gjakut mund të sigurojë një testim të plot vaskular për të përcaktuar se cilat janë pjesët të sistemit tuaj të qarkullimit të gjakut, të cilat janë të prekura nga analiza e gjakut për të përcaktuar nëse sëmundja e veshkave është shkaku i ëndjes. Ëndja e këmbëve është gjithashtu një nga simptomat më të zakonshme të sëmundjeve të veshkave. Lëngu i tepërt i tërhequr poshtë drejt këmbëve nga graviteti. Ngritja e këmbëve mund të lehtësojë përkohësisht simptomat, por keni nevojë për trajtime profesionale për të parandaluar edhe dëmtimet afatgjata. Dëmtimi i nefroneve të vogla filtruese mund të rezultojë në atë që quhet sindroma nefrotike, duke ulur nivelin e proteinës së albuminës në gjakun tuaj dhe rritjen e niveleve të urinës që mund të shkojë në akumulimin e lëngjeve dhe rezulton në edem, më së shpeshti rreth kyçeve dhe këmbëve. Një veshkë e shëndetshme nuk e lejon albuminën të hyjë në urinë. Ëndja e këmbëve gjithashtu mund të paralajmërojë probleme të rënda shëndetësore. Ekspertët këshillojnë që vazhdimisht të kryeni kontrollet e duhura mjekësore dhe gjithashtu të flisni me mjekun tuaj sapo të vëni re edhe shenjat kryesore të fryrjes së tyre. Neglizhenca mund të sjellë edhe probleme me shëndetin tuaj, prandaj sa më shpejt që të paraqiteni tek mjeku përkatës, aq më të lehtë do ta keni edhe trajtimin dhe parandalimin e këtyre shqetësimeve. Ëndja e këmbëve dhe e kyçeve mund të ndodhë për shkaqe dhe arsye të ndryshme. Një prej tyre është akumulimi i lëngjeve në inde, një problem i tillë që njihet si edema periferale. Këmbët mund të enden edhe si pasojë e problemeve të sistemit të qarkullimit të gjakut. Gjithashtu mund të jetë edhe për shkak të problemeve të veshkave dhe nyjeve limfatike. Njerëzit që qëndrojnë ulur për një kohë të gjatë, konsumojnë shumë krip, veshin çorape ose edhe këpucë të ngushta, edhe ata persona të cilët janë mbi peshë, janë më të predispozuar që të vuajnë nga këto probleme. Për më tepër, përdorimi i tepërt i medikamenteve, sidomos edhe ushqimet e përpunuara industriale mund të shkaktojnë ose të përkeqësojnë edemat në këmbët tuaja. Receta e duhur bimore kundër ëndjeve të këmbëve mund të jetë gjithashtu një lehtësues shumë i mirë kundër këtyre problematikave. Në këtë video do të mësoni si të përdorni majdanozin për të lehtësuar problemin e këmbëve të fryra. Majdanozi është përdorur prishekuish kundër problemeve të tilla për shkak të efekteve të jashtëzakonshme shëruese që ka.
Majdanozi është shumë i pasur me vitaminën A, vitaminën B, gjithashtu edhe me vitaminën C dhe K. Ai është gjithashtu një mineral i pasur me hekur, kalium dhe majdanozi luan një rol të rëndësishëm në parandalimin e efekteve të dëmshme të diabetit gjithashtu edhe mëlçisë. Ai do të ulë rrezikun e sëmundjeve të ndryshme dhe do të mbrojë enët e gjakut nga inflamacioni dhe do të forcojë sistemin tuaj imunitar. Ndihmon në ekuilibrimin e niveleve të sheqerit në gjak dhe gjithashtu edhe mirëmbajtjen e enëve të gjakut. Entja e këmbëve mund të mbahen nën kontroll me këtë zgjidhje të thjeshtë, por duhet të paraqiteni tek mjeku nëse çështja juaj fillon të agravohet. Fryrja e këmbëve mund të lidhet gjithashtu edhe me ditët e nxehta gjatë verës, por nëse vuani vazhdimisht nga entjet e këmbëve, atëherë duhet të paraqiteni tek mjeku për një trajtim akoma dhe më të specializuar, pasi entja e këmbëve mund të lidhet edhe me probleme të shëndetit tuaj fizik. Ndrimi për një kohë të gjatë në këmbë shkakton entje të këmbëve. Shumica e rasteve entja është normale, por mund të jetë edhe shenjë një problemi serioz me shëndetin. Një sëmundje e tillë është edhe edema, e cila ndodh kryesisht për shkak të akumulimit të lëngjeve në indet dhjamore nën lëkurë. Edemat shkaktohen zakonisht nga shtatzania, probleme të lëkurës, infeksione, medikamente të ndryshme, hormonet, obeziteti, artriti, probleme me veshkat ose me mëlçinë. Ja çfarë duhet të bëni nëse ju janë enjtur këmbët. Vendosini këmbët në një enë me ujë të nxehtë pas 10 minutash, vendosini në një enë të mbushur me ujë të ftohtë për 30 sekonda. Përsëriteni këtë të paktën 3 ose 4 herë, duke përfunduar në fund me ujë të nxehtë. Kjo do të jetë një mënyrë alternative e cila mund të çlirojë gjendjen tuaj derisa të merrni trajtimin e specializuar. Edhe përdorimi i çajit të majdanozit mund të jetë një lehtësues shumë i mirë i çështjes suaj. Një produkt shumë i mirë edhe për entjen e këmbëve është edhe majdanozi. Duhet të përdorni majdanoz të freskët bashkë me farat edhe me rrënjën. Majdanozi është një diuretik i shkëlqyer i cili ndihmon edhe veshkat të largojnë lëngjet e tepërta nga trupi. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë të thjeshtë. Prisni mirë gjethet dhe rrënjët, i vendosni në një kulluese dhe këtë të fundit e vendosni në një enë me ujë të vluar dhe e lini të zjenjë për 5 deri në 7 minuta të tjera. Hiqeni nga ena dhe gjithashtu shtoni pak mjalт, limon ose xhenxhefil sipas dëshirës. Konsumojeni këtë përzierje çdo ditë që t'japë rezultate të menjëhershme. Para se të kryeni këto receta popullore, është e rëndësishme të konsultoheni me mjekun tuaj, pasi jo çdo recetë vepron njësoj, sidomos nëse jeni duke marrë medikamente të caktuara, bëhet shumë e rëndësishme konsulta me mjekun përkatës. Fryrja e këmbëve është një fenomen që shfaqet mjaft shpesh në raport me ankesa të ndryshme që paraqesin personat gjatë punës të përditshme. Këmbët e fryra, përveç se janë të pakëndshme në estetik, mund të jenë të dhimbshme dhe të vështirësojnë gjithashtu edhe ecjen. Ato mund të shkaktohen nga kushte mjekësore dhe duhet të trajtohen sa më shpejt që të jetë e mundur. Edema është një gjendje në të cilën trupi ruan shumë ujë. Kjo bën që pjesë të ndryshme të trupit, duke përfshirë këmbët, krahët, duart, fytyra e të tjera të enjten dhe të fryhen. Ajo mund të shkaktohet nga qëndrimi në këmbë për një periudhë të gjatë kohore, nga udhëtimet e gjata me makinë ose me avion, ose edhe gjatë ditës së menstruacioneve tek pjesa më e madhe e femrave. Kushtet themelore që shkaktojnë edemën rezultojnë sëmundjet e mëlçisë, sëmundjet e veshkave, pamjaftueshmëria e punës së zemrës, tromboza e thellë venoze, gjithashtu edhe nivele të ulta të proteinës në gjak. Gjithashtu, një këmbë e fryrë mund të jetë një shenjë dëmtimi të këmbës, të kyçit të këmbës ose edhe indeve përreth. Entjet janë në reaksione normale ose ndaj lëndimeve ose ndaj infeksioneve. Shumë gra përjetojnë fryrje të këmbëve gjatë shtatzanisë. Zakonisht kjo prirje të jetë gjatë periudhës dhe nuk shkaktohet për shqetësime pasi vjen si rezultati i peshës së shtuar dhe presionit që ushtron fetusi. Prandaj në këto raste është e rëndësishme të flisni me mjekun përkatës për të marrë edhe një trajtim më të specializuar. Është e rëndësishme që të mos neglizhoni shenjat dhe të paraqiteni tek mjeku për çdo ndryshim të mundshëm që mund të pësoni. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.